Jani, jemi akoma me emocionet e pjesëve që luajtët, po si fillim njëherë dua t'ju uroj për suksesin. Faleminderit. Ju si ndjeheni, i lodhur, i raskapitur apo i përmbushur? Jo, nuk ndihem i lodhur, ndihem do të thesha shumë i çlodhur, sepse atë ngarkesë që kisha, e çkarkova, mora dhe satisfaksion që e prisja, ande jam shumë i lumtur. Unë nuk jam specialist i muzikës, por një gjë arrita ta kuptoj, ishit shumë i sakt, shumë i ngrohtë, shumë komunikues me publikun. Kujt ja dedikoni këtë suksesin e sotëm? Kësaj radhe kisha një qetësi, edhe desha të tregoj idenë e çdo pjese, çfarë ka dashur autori të tregoj dhe u përpoqja ta bëj këtë. Pjesa e parë e koncertit është Legjenda e mirënjohur e Venjavskit, virtuoz i madh polak, i cili e shkrojti për të dashurën e zemrës, për gruan e tij. Kjo është një pjesë, domethënë, që njihet nga gjithë bota, si thua, është shumë e njohur. Edhe pjesa e dytë është e shkruar nga Camille Saint-Saëns, është një nga pjesët e tija më të dëgjuara, është Havanez, një valle kubaneze që ka ngjyra shumë të bukura në orkestër dhe sidomos parti i solistit është një gjë fantastike. Qazim, jam i sigurt që shpreh mendimin e shumë spektatorëve të sotëm që pjesë e suksesit është edhe ana organizative. Domethënë, në majën e hierarkisë kësaj organizate jeni ju në një farë mënyrë si drejtor ekzekutiv, kështu që desha t'ju përgëzoj. Si ndjeheni pas këtij suksesi? Po normalisht ndjehem gëzuar, ndjehem lehtësuar sepse është koncerti i fundit i sezonit, është mbyllja e sezonit të tretë dhe 3 vjet nuk është pak. Siç e përmenda dhe atje në sallë, ka qenë një periudhë rritje dhe kur e konstaton këtë rritje jo vetëm në numra por edhe në cilësi është vërtet kënaqësi. Jeni kënaqur me zgjedhjen që bët? Me ftesën që i drejtuat zotit Papa Dimitri? Unë e vlerësoj që ishte vërtet një zgjedhje e mirë. Publiku ishte i kënaqur nga performanca e tij. Ajo pjesë e publikut shqiptar patjetër që unë dije 2 fish e kënaqur dhe emocionuar për faktin se ka një artist shqiptar të cilin mund ta kem parë në skenat e Shqipërisë vite më parë dhe shikojnë që është po aq vital dhe po aq i suksesshëm edhe në Kanada. Dhe për pjesën time jam i gëzuar, edhe unë po them 2 fish për arsye sepse prezantoj një artist shqiptar tek një orkestër që e përbërë nga muzikantë që pak e njohin artin ose nivelin e interpretimit muzikës klasike në Shqipëri. Kështu që për këtë arsye besoj që zgjedhja ishte shumë mirë dhe rezultati na jep kënaqësi 2 palëve. E pristit që orkestra do t'ju shoqëronte kaq mirë? E prisja, sepse çdo provë vajti më mirë, nuk kishin shumë prova me thënë drejtën, po fatmirësisht nuk patëm asnjë rast që mos ishin bashkë. He has so much passion and you can see through his playing his violin and the love really comes out and it inspires young musicians to really continue their work in playing their instrument and learning classical music. Kjo është violina juaj e re, më e fundit që ju ka mbritur nga Shqipëria? Violina italiane që mora. Dhe kjo një pjesë të suksesit? Merit? Besoj, sepse është vegël fantastike, është një vegël domethënë që mund të krahasohet vetëm me ata autorët shumë të mëdhenj. Dhe për çudi, ky është në fundin e listës së autorëve italianë. Vitet, shekujt? Është 1919. Domethënë për ca vjet mbush 100 vjetorin. Si vegël. Në dokumentarin që kemi realizuar për ju, jeni shprehur, nuk e kam thënë akoma fjalën time deri në fund. Ky koncert është një provë e kësaj thënie tuaj apo unë vazhdoj që të studioj, vazhdoj që të përpiqem të bëj gjëra dhe besoj se jam në rrugë të drejtë.
nuk shikoj moshën absolutisht, ndjehem si 20 vjeç. Edhe kjo më mbush zemrën me gëzim, njëkohësisht edhe njerëzit që më njohin më stimulojnë vazhdimisht. Kam një stimulim të madh nga familja. Kështu që kjo është një nevojë që unë dua ta bëj patjetër që ta tregoj në publik. Dhe unë sot jam shumë i lumtur që mund ta tregoj.